Tani pra si që shifni ju, në vitin elektoral, janë mbjellur, janë përcaktuar të mbilën, të paktën 1 miliard e 200.000 rënj kanabis, sa kur në njërë në histori. Në qoftë se në 1 hektar i lihet një bime 2 metër katror, i bie në 1 hektar të mbilën 5.000 bim. Në qoftë se shumëzoni 29.400 hektar me 5.000 bim, imagjinoni pra 294.000 herë 5 se ku shkon kjo shifër. Shkon mbi 1 miliard e 300.000. Shkon në mbjelljen më të madhe që mund të jetë regjistruar ndonjëherë në ndonjë vend. Dhe që të gjitha këto tashmë jo bim klandestine, por bim të mbjella me certifikat shteti, me leje shtetërore të narkoshtetit. Kjo është katastrofa më e madhe. Dhe me këtë akt, Edi Rama nga veriu në jug linja në prendim, bleu qindra mijëra vota. Thash dhe njëherë, nuk ka ndodhur kur që të autorizohet të shkelet me 140 herë si përfaqja e parashikuar me ligjin, siç ka ndodhur në këto zgjedhje. Ky vendim dhe kjo praktikë, sikur të mos kishte asnjë faktor tjetër, kanabizon totalisht farsën elektorale. Këto zgjedhje kur nuk mund të njihen.